Unë quam Mira, 55 vjeç. Jam martuar 32 vjet me Agronin, një burr të mirë, të sjellshëm, që më ka dhënë 2 fëmijë dhe një shtëpi të ngrohtë. Ai më do, e di. Por ka diçka që ai nuk e kupton, që prej 50 vitesh unë mbaj një sekret të vogël në sirtarinë e komodisë time. Një vegjël. Të vogël, të heshtur, por që më bën të ndihem e gjallë për disa minuta në javë. Jo sepse Agroni nuk më prek, jo sepse nuk më do, por sepse ai prek vetëm trupin, kurse unë kam nevojë për diçka më shumë. Kam nevojë për atë ndjesinë që më bën të dridhem nga brenda, atë që më bën të harroj se jam nënë dhe grua e rregulltë dhe të ndihem thjesht një grua. Një natë, pas darkës, u përpoqa të flisja me të. Agron, unë kam nevojë për diçka më shumë, jo vetëm për qafime, jo vetëm puthje në balë, unë dua intensitet. Ai më pa me një buzëqeshje të lodhur. Mira, ne nuk jemi më 20 vjeç. Kemi një jetë të qetë. Ç'ke kaq shumë nevojë? Nuk ja thash për veglën. Nuk ja thash se çdo natë kur ai bie në gjumë, unë zgjohem dhe e marr atë gjë të vogël nga sirtari. E mbaj në dorë, e ndiej peshën e saj dhe ndonjëherë e vendos në një jastëk thjesht për të ditur se është aty. Nuk është se dua ta përdor çdo natë, por dua të di që mundem, që kam një qelës për atë pjesën time që ai nuk e gjen dot. Një pasdite, ndërsa isha duke pastruar dolapin, gjeta një kuti të vjetër që më kishin dhënë një shoqe para vitesh. Brenda ishte vegla ime e parë, një vibrator i vogël, roz, që e kisha fshehur kur fëmijët ishin të vegjël. E mbaja në dorë dhe ndjeva një ndjesi të çuditshme. Nuk ishte turp, ishte mal. Mal për ato net kur ndjeja se kontrolloja trupin tim pa kërkuar leje nga askush. Atë natë, pasi Agroni ra në gjumë, unë e përdora. Dhe për herë të parë pas shumë muajsh, qava. Jo nga kënaqësia fizike, por nga lehtësimi, sepse dikush, edhe pse i vogël dhe i heshtur, më kishte kujtuar se ekzistoja. Të nesërmen, në mëngjes, Agroni më pa në sy. Mira, ti je e çuditshme kohët e fundit. A ndodh diçka? Dua t'i them, Agron, unë kam nevojë për më shumë se puthje në balë. Kam nevojë që ti të më shohësh si grua, jo si mobilje të shtëpisë. Kam nevojë që duart e tua të ndalojnë së qeni të buta dhe të bëhen pak më të ashpra, pak më kureshtare. Por unë heshta. Sepse kam frikë se ai do të më quajë të çmendur. Sepse kam frikë se ai do të më thotë, në moshën tënde. Dhe kështu, unë vazhdoj ta dua atë vegjël brenda gjithë kohës. Jo sepse jam e pakënaqur, por sepse ajo më mban gjallë në një shtëpi ku gjithçka është e rregulltë, por askush nuk më pyet çfarë dua në të vërtetë. Një ditë shkova te një terapiste, një grua e mençur rreth të 60-ave. I tregova gjithçka, për Agronin, për veglën, për ndjenjën se po jetoj 2 jetë. Ajo më tha diçka që nuk do ta harroj kurrë. Mira, ti nuk je e çmendur. Ti je një grua që ka zbuluar se trupi i saj nuk ka moshë. Por problemi yt nuk është vegla. Problemi yt është se ke frikë të kërkosh atë që do. Nga burri yt, nga vetja. Atë natë vendosa. Nuk do ta hedh veglën, por do të flas me Agronin. Jo me fjalë të mëdha, jo me kërkesa, por me butësi. Do t'i them, Agron, unë dua që ti të më preqësh aty ku nuk e prekur kurrë. Jo me duar, por me sy, me vëmendje, me kuriozitet. Atë të shtunë, pas darkës, unë u ula pranë tij dhe mora frymfell. Agron, kam diçka për të treguar. Ai u kthye dhe më pa.
dhe për herë të parë në sytë e tij pash jo lodhje, por kureshtje. Unë nxora veglën nga sirtari, e vogël, roz, e padëmshme. E vendosa në tryez midis nesh. Kjo është vegla që e dua brënda gjithë kohës. Jo sepse ti nuk më do, por sepse ajo më kujton se unë jam ende gjallë. Dhe unë dua që ti të më ndihmosh të ndihem gjallë, jo ajo. Agroni nguli sytë në të. Nuk foli për disa sekonda. Pastaj, ngadalë, e mori në dorë. Më trego si ta përdor, tha ai me zë të ulët. Ajo natë unë nuk e përdora veglën. Agroni e përdori atë për mua. Me duart e tij të mëdha, me lvizje të ngadalta, duke më pyetur çdo hap. Kështu? Apo më shumë? Unë nuk qava, por ndjeva diçka që nuk e kisha ndjer prej vitesh. Të shihesha. Jo si nën, jo si grua e shtëpis, por si një grua që ka dëshira dhe që i meriton ato. Pas asaj nate, vegla nuk është më sekretim, është vegla jonë. Ndonjëherë e përdor vetëm, ndonjëherë ai e përdor për mua. Por gjëja më e rëndësishme është se nuk kam më nevojë ta fsheh, sepse e kuptova diçka. Një grua në moshën time nuk ka pse të zgjedh midis dinjitetit dhe dëshirës. Ajo mund t'i ketë të dyja. Sot, unë dhe Agroni jemi më afër se kur. Jo sepse kemi më shumë seks, por sepse ai më njeh më mirë. Ai e di se unë e dua veglën brënda gjithë kohës, jo si zvendësues, por si një kujtesë se dëshira ime ka rëndësi. Dhe unë, një grua 55 vjeçare, ndihem më e lirë se kur. Sepse më në fund, unë nuk po fshihem më. Unë jam e plot. Jo sepse buri më plotson plotësisht, por sepse më në fund, unë e plotsoj veten.